Territori i Maqedonisë ndodhet në ndikimin e aktivitetit ciklonik në juglindje të vendit, si dhe në një masë ajrore të lagësh dhe jo stabile. Në rajonet perëndimore dhe jugperëndimore, rreshet mund të jenë të dendura dhe të rrëmbyeshme, lokalisht të shoqëruara me bubulima dhe erë të fuqishme nga veriu dhe veri perëndimi deri në 60 km/h. Drejtoria hidrometeorologjike paralajmëron destabilizim të motit për fundjavën e zgjatur me shi të rrëmbyeshëm, bubulima dhe erë të përforcuar në shumë pjesë të vendit. Lokalisht proceset mund të jenë më intensive dhe të shndrohen në një mot të ligë me rreshje më të mëdha dhe erëra të forta. Në ditë të tilla parashikimi i motit nuk duhet të lexohet si një hartë e largët, por si një udhëzim për lëvizje. Shi i rrëmbyeshëm mund të krijojë probleme në rrugë për një kohë shumë të shkurtër, veçanërisht në pikat më të ulta, nën kalime, rrugë lokale dhe vende ku kanalizimi atmosferik nuk e përballon ujin e mjaftueshëm shpejt. Parashikimi i sotëm është një kujtesë se maji nuk është gjithmonë muaj i butë dhe me lule, ndonjëherë pikërisht në pranverë përplasen masat ajrore, hapen rreth të dendura dhe rreshje dhe për një kohë të shkurtër ndryshon ritmi i ditës. Në këtë nuk ka asgjë të pazakontë për natyrën, por ka mjaft arsye që njeriu të jetë i kujdesshëm.